Qepëm të pakrahasueshëm Pogradecin me qytetet e tjera po aq turistik, ngrohtësia që përcjell imazhi ujor që kalon përmes syve drejt në shpirt. Tabloja unike një tradite të lartë që ti e has në vizitën e parë. Horizonti me varka të vogla shprese, që herë largohen e herë afrohen. Që vlerë ka thjesht në Pogradec e të mos dalësh në mëngjes, qoftë edhe një herë të vetme për të pritur peshkatarë? Sikur të kesh pa të marrësh prej tyre jo vetëm peshkun, por edhe ndonjë rrëfenj që mbetet gjatë në kujtel. Aq gjatë sa të duash të vish sërish e sërish, sepse nuk njihet e as dashurohet deri në thelb të shpirtit ky qytet, pa takuar simbolin e tij të gjallë të çdo kohe, atë peshkatare. Kush tha se gjërat e bukura në këtë qytet janë venitur? Kush tha se ata janë zhdukur? Ju ka zënë ndonjëherë prak mëngjesi buzëgjolë, kur sapo del dielli i lindjes dhe përndrit sipërfaqen e liçenit, çdo agim tabloja është ngjethëse. Varkat grisin syprinën herë me ngjyrë argjendi, herë të qetë e herë të trazuar, herë shoqëruar me zoq, nosit, zgalem, pulbardha, e herë me pika shiu apo flok bora. Ata janë aty. Ata më shumë se çdo kush e din si flet moti, si flasin zoqt e liçenit, si flasin peshqit. Si flet vetë jeta e këtij qyteti përmes kësaj tradite të pavdekshme. Pogradeci, në këmbët e qytetit vallëzojnë valët e liçenit. Brigada peshkatare si gjithnjë nis ditën e saj të punës plot optimizëm për të kryer detyrën. As koha e keqe, as të ftohtit, as shiu dhe dallgët nuk i pengojnë ata në punën e përditshme. E vështirë është gjuetia e peshkut, ajo kërkon guxim e gjaktësi. Fshati peshkatar Lin. Me të drejtë poeti ka kënduar bukurisë të tij. Mizall të pyllit vjeshtarak, dremit liqeri pa kufi, ai ndaj funde shu për flak, po si me zjarren e flori. Dhe si t'ishte prej floriri shkëlqen në rrezet e diellit dhe ky peshk i nxjerr ndaj fundesh për flakura. Korani është i njohur që në kohët më të lashta me emrin Salmotrotta ohridanus, peshk i rrallë që stakohet në asnjë vend tjetër të Europës. Tani të njihemi me skobuzin, është koha e shtimit të tij.
Ai si del prej liçenit dhe merr të përpjetën në përujrat e rrjedhshme të këtij proji, lëshon ligur vezët. Ja, kështu, me një vazo të lidhur me spango e me bukën e mbështjellër të buzëve të saj, fillon dal nga dal komunikimi një fëmije me ëndrat. Kjo ishte jo vetëm loja më e bukur e fëmirisë, por ajo më e rëndësishmja. Çfarë emocion, kur me doçkat e vogla ngrihej lart spangua që mbante vazon plot peshq. Ëndrat ishin përmbushur. Hareja pushtonte shpirtin, magjia vet ishte në dorën e fëmijës. Eja zgjiremi për dore, sill ma ëndrën që ma more, moj më renkë pikëllore. Bota e lirë dhe e bukur e një fëmije, gjallon po aq e bukur dhe e pastër brenda kësaj bazoje të vogël. Peshkatarët, emblema e këtij qyteti. Identiteti i këtij qyteti janë njerëzit me shpirt të rrallë prej artisti. Të parët dhe të vetmit që na mësuan si ta gatuajmë peshkun, si ta shijojmë atë me një gotë verë buti, me tinguj serenatash dhe vargje nga kënga Varkat po nisen. Jeta në liçen vërtet i ka lodhur e munduar, por edhe ka qenë bujare, shumë bujare me shpirtin e tyre, që përcjell veç dashurinë për çdo gjë të vyer të këtij qyteti. Hello, my name is Pietro. I am Italian, and this summer I have been lucky. I have visited Albania and meeting his wonderful people and many different landscapes of the region. While I was visiting the beautiful area of the Ohrid Lake, one of my best friends from Albania proposed me to join the association of Diana, and so we decided to come for a meeting, an event with the fishermen of the town of Lim. During this wonderful morning, we had the luck to spend some time with them during the rest after the night work, and they make us discover some of the traditional way of fishing, some of the anecdotes and traditional stories, and they played for us some songs from their culture, and they share with us some very good wine that make us join even more this situation. This got me, of course, a different way in understanding the region. So I would suggest to everyone who got the luck to be in these kind of areas or in contact with Diana to join these kind of events and to discover in a different way the many different people who lived in the nation of Albania.
Tër fisi, tër jeta ra, u derq, e suri gjumi. Por janë ata që s'klen, me sy hapur ndërojnë prarimin e argjëndës të Koranit brenda jetës. Do spart mëngjesi dhe breku do mbushet plot me sy kureshtarësh që do të admirojnë gjahun e tyre. Por jo vetëm kaq. Do admirojnë magjinë e këtij qyteti që përcillet nga koha në kohë. Jetë mo, magjinë e liçenit të dritës, që mes dritës së shpirtit, herë të munduar e herë të areshëm të peshkatarëve, shpërndan rrezet mbi çdo kënd që vjen të freskohet, të shplodh syt dhe zemrën në brekun e këtij liçeni. Pranë tyre, pranë peshkatarëve tanë mitik, pranë qytetit tonë me jetë si në legjendat që s'vdesin, sepse si len të shuhen ata, peshkatarë.